Përmendja e shpeshtë e Allahut. Përmendja e Allahut është një nga adhurimet më të lehta për muslimanin, pasi ai mund ta përmend Allahun në çdo kohë dhe në çdo gjendje, në këmbë, ulur, i shtrirë, duke ndenjur, duke ecur, duke punuar, apo gjatë kryerjes së adhurimeve të ndryshme, si për shembull gjatë agjërimit, gjatë haxhit ose umres, gjatë shkuarjes në xhami e tjerë. Njëkohësisht, dhikri është ndër veprat më të dashura tek Allahu i lartësuar. Dhikri bëhet me gjuhë duke e përmendur Allahun dhe duke ju lutur atij, si dhe me zemër duke medituar në madhështinë e Allahut dhe në krijesat e tij. Në shumë ajete kuranore dhe hadithe të profetit sallallahu alaihi wasallam, besimtarëve u kërkohet vazhdimisht që ta përmendin Allahun. Pra jo vetëm ta përmendin Allahun, por ta përmendin atë shumë dhe shpesh. Kërkesa që ky adhurim të kryhet kaq shpesh nuk haset në adhurimet e tjera. Allahu i lartësuar thot: "Wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun", dhe përmendeni Allahun shumë që të shpëtoni. Gjithashtu thot: "Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira wasabbihuhu bukratan wa asila." O ju që keni besuar, përmendeni Allahun shumë dhe madhërojeni atë mëngjes e mbrëmje. Dietari i madh Ibn Qayyim el-Jauziyje, Allahu e mëshiroft, në librin e tij El-Wabilu s-Sayyib, ka përmendur mbi 70 dobi të dhikrit. Dhe ndër të tjera thot: Allahu ka urdhëruar për dhikr të shumt, për shkak të nevojës së madhe që njeriu ka për të, pasi ai nuk mund të bëj pa të as sa hap e mbyll syt. Çdo moment që njeriu kalon pa përmendur Allahun e lartësuar është kundër tij dhe jo në dobi të tij. Sheikhul Islam Ibn Taymije, Allahu e mëshiroft, thot: përmendja e Allahut për zemrën është si uji për peshkun. Tabiini i njohur Hasan el-Basri ka thënë: kërkojeni ëmbëlsinë e imanit në 3 gjëra: në namaz, në dhikr dhe në leximin e Kuranit. Nëse e gjeni, mirë, e nëse jo, atëherë dijeni se dera është e mbyllur. Si të jemi prej atyre që e përmendin Allahun shumë? A kërkohet nga ne vallë të bëjmë dhikr gjatë gjithë kohës? Tabiini i njohur Mujahid ibn Jabr, një prej dietarëve të spikatur të tefsirit, ka thënë: njeriu nuk mund të jetë prej atyre që e përmendin Allahun shumë derisa ta përmend Allahun në çdo gjendje, në këmbë, ulur dhe i shtrirë. Imam Ibn Salah është pyetur se kur mund të konsiderohet dikush prej atyre që e përmendin Allahun shumë, dhe është përgjigjur duke thënë: nëse ai i përmbahet rregullisht dhikreve të transmetuara dhe të sakta, në mëngjes dhe në mbrëmje, në kohë dhe rrethana të ndryshme, ditën dhe natën, ai do të jetë prej atyre që e përmendin Allahun shumë. Abdullah ibn Busr radhiyallahu anhuma tregon se një burr i tha profetit sallallahu alaihi wasallam: o i dërguari i Allahut, rregullat e Islamit janë bërë të shumta për mua, ndaj më trego diçka pas së cilës të mbahem fort. Profeti sallallahu alaihi wasallam i tha: le të jetë gjuha jote gjithmonë e njom me përmendjen e Allahut. Transmeton Ahmedi, Tirmidhiu dhe Ibn Majah dhe e ka saktësuar Sheikh Albani, Allahu i mëshiroftë të gjithë. Gjuha e njom nga dhikri është ajo gjuhë që e përmend Allahun vazhdimisht në gëzim e në hidhërim, gjatë punës e gjatë pushimit, ditën e natën. Është ajo gjuhë që nuk pushon kurrë së kujtuari Allahun në çdo gjendje. Lutim Allahun Azza wa Jall na bëj prej atyre që e përmendin atë shpesh.